Është interesant, po t'ishim në histori alternative, dhe hajde të themi 1903 ndoshta jo, po 1912 shpallet shteti shqiptar në Shkup. Si do të zhvillojë historia? Po, ishte shumë afër, domethënë jo është vetëm historia kontrafaktike, por në atë kohë kjo ka edhe shkaktuar një reagim shumë të ashpër nga ana e shteteve ballkanike, domethënë kjo ka shkaktuar luftën e parë ballkanike faktikisht. Natyrisht kjo do të ishte në atë kohë edhe përfundimi i një zhvillim politik të gjatë. Domethënë me lidhjen ka filluar me lidhjen e Prizrenit dhe gjithmonë në fund të epokës osmane, qendra e veprimtarisë politike ishte në lindjen e hapësirës shqiptare, jo në perëndim. Mirë, intelektualët, sidomos nga jugut, nga Toskeria, ortodokses dhe Bektashin, kanë bërë një kontribut shumë të veçantë edhe për zhvillimin e vendimin politik, por politika konkrete nuk e kanë bërë. Politika konkrete u bë nga krerët sunite të shqiptarëve lindor. Dhe kjo ishte dhe Hasan Prishtina ishte shumë afër realizimit të këtij projekti. Dhe sigurisht në një shtet të tillë, Tirana do të kishte mbetur një fshat i vogël në periferi perëndimore. Edhe Durrësi do të ishte qyteti më i madh ndoshta. Po sigurisht Durrësi do të kishte luajtur një rol ndryshe si porti i rëndësishme, por natyrisht edhe Shkodër, sepse Shkodra është një nga qytetet që ka humbur shumë në shekullin 20, sidomos në periudhën komuniste. Domethënë kulturalisht ka humbur elitën, ka humbur edhe pozitën si një nga qendrat letrare, kulturore më të rëndësishme. Edhe po ta shikojmë në një kornizë shumë të gjerët, këto ishin 3 qytete me kontinuitet të përhershëm që nga perandoria romake. Po. Pra do të kishim 3 qytete romake të cilat ringjallen, apo jo, në Arbëri. Dhe natyrisht do të ndrojë edhe balansa, nëse njeriu hyn pak a shumë edhe laboron më tutje, do të kishte ndikim edhe te gjuha e unjësuar. Absolutisht. Domethënë ky rrypje Shkup Elbasan do të ishte, besoj unë, dominues në gjuhën. Një lojke knishtit do të ishte qenë skjuksyrtare. Natyrisht me tonja elemente të toskerishtes, por jo toskerishte me disa elemente të knishtes. Pse, domethënë, kemi një lloj vonese, edhe pse ju nuk e quheni vonesë në komformim, po vonesë në shtetformim. Dhe vonesa i atribuohet lidhjes që kanë pas shqiptarët, adaptimit të tyre brenda perandorisë osmane. Domethënë janë të fundit që e braktisin. Bile kryeministi Rama tallet me bashkësinë ndërkombëtare, thotë ne jemi të fundit që do ta braktisim NATO-n nëse prishet NATO-ja ose Bashkimi Evropian nëse prishet Bashkimi Evropian. Domethënë kemi një lidhmëri me perandorit apo adaptohemi perandorive. Por a është kjo vonesa edhe në mos kuptim të trendeve historike? Për shembull, ende, domethënë, kemi një kontradikt të thellë në Kosovë, sepse kemi luftuar për të pas shtet të pavarur, dhe ende një pjesë e ligjerimit ton politik, posaçërisht të njerëzve që kanë qenë përfshirë në luftë, është se Shqipëria është shtet am. A është kjo kontradikt vonesa në të kuptuarit e ndryshimit historik? Unë mendoj se ratë të parë ju keni bërë një dallim shumë të rëndësishme, domethënë vonesë, po mund të diskutojmë që është edhe domethënë fjalë e duhur, por vonesë nuk ka në formimin e kombit, vetëm në formimin e shtetit. Fakti që domethënë 50% të shqiptarëve kanë betur jashtë shtetësisë shqiptare, domethënë pas darjes të hapësirës shqiptare në Ballkan, natyrisht ka luajtur një rol kyçe edhe në marrëdhëniet e shqiptarëve të ish Jugosllavisë me Shqipërinë, të cilët e kanë parë dhe e cila e ka edhe prezantuar vetveten si Memedheu.
është edhim shumë mirë të gjithë Kosovarët e të qeneratës sovjetër edhin që Shqipëria ka luajtur roli i një model ose i një ender, shumë pak njerëz kanë u balancësuar me realitetin shoqëror dhe politik shoqëror në Shqipëri, sidomos edhe ekonomik, dhe u befasuan po kanë vizituar për herë të parë edhe këtë Memedheu. Natyrisht, zhvillimi i identitetit shqiptar, i kulturës shqiptare në ish Jugoslavinë u bë në marrëdhënie shumë të kushta me Shqipërinë inveriste. Në atë kohë ishte shumë e vështirë edhe për elitën kosovare ose përgjithsisht për elitën e shqiptarëve të ish Jugosllavi të formohej shumë shpejt një letërsi, një shkencë, pa mbështetje nga jashtë. Dhe kjo ishte edhe një lloj fatkeqësi, sepse ky bashkëpunim fillonte në një periudhë të enverismit më trept. Domethënë të gjithë institucionet edhe domethënë mendimi politik, letrar, kulturor, shoqëror u zhvillua në Kosovë me mbështetjen që ishte mbështetje e duhur në atë kohë, por nga një Shqipëria e cila nuk ishte as lirë, as liberale, por një Shqipëri totalitare. Por ideja edhe një lloj mirënjohje natyrisht ka mbetur. Ka edhe betur Shqipëria, ka edhe luajtur një rol të veçantë në luftën e çlirimit për Kosovën, dhe ka elita tiranese natyrisht elita ka gjithmonë insistuar në prioritetin ose në rangun e parë e Shqipërisë në të gjithë botën shqiptare, të gjithë ata të cilët flasin për një kulturë policentrik edhe u sulmuan, ka njëherë sulmuan edhe sot, por faktikisht shqiptarët jetojnë në një situatë policentrike, jo vetëm në Balkan, por edhe në diasporë, dhe kjo nuk është specifike për shqiptarët, sepse ka edhe popujt e ndryshme të cilët ishin dëndar për tonje kohë, dhe edhe një ndarje shumë e shkurtër, unë mendoj që rasti gjermanëve tregon shumë mirë, mund të ketë konsekvence të rëndë, sepse ndarja e gjermanëve ishte gjysmë shekull, 25 vjet, por edhe sot mund të shohim që zhvillimet shoqërore dhe ekonomike dhe dalimet kanë krijuar një dalim aq të thellë që edhe me shumë para, me shumë reformat, nuk mund të mbushësh, domethënë këtë dalim. Nga ana tjetër mund të pyesim, a është fatkeqësi të jetosh në një sistem policentrik në të cilën njerëz mund të qarkullojnë, mund të diskutojnë, ska rruga e kombit për shembull ka krijuar një realitet të ri për kosovarët që shpeshherë shkojnë në Shqipëri vetëm për të pirë një kafe, nga ana tjetër, për fat të keq ka shumë pak shqiptarë që vinë në Kosovë edhe për të kuptuar pak realitetin, dhe unë mendoj që kjo qarkullim pak i njanshëm luan edhe një rol. Për shumë shqiptarët të Shqipërisë është e vështirë është jo pa pranueshme, por kanë vështirësi të pranojnë realitetin e shtetit të Kosovës, i cili në shumë fushat punon më mirë se sa shteti shqiptar, të kuptojnë edhe kulturën politike kosovare, në të cilën është krejt normale që një parti e cila humb zgjedhjet pranon edhe rezultatin, pa e kontestuar dhe pa dhunë në parlament, dhe unë mendoj që ka disa mos marrëveshjet, keq kuptimet në çështjet shumë konkrete, sepse kosovarët e njohin Shqipërinë shumë më mirë se sa shqiptarët Kosovën, ose edhe të gjithë shqiptarët e ish Jugosllavisë, sepse mungesa edhe interesit edhe njohjes për shqiptarët të Maqedonisë për shembull është në Shqipëri sigurisht shumë më i thellë se sa, domethënë, njohja ose mos njohja e gjendjeve e situatës konkrete në Kosovë.